Pas një kallëzimi të një 55 vjeçari, i cili deklaroi se ishte mashtruar me 40.000 euro nga disa persona që i prezantoheshin si të njohur të tij përmes një aplikacioni komunikimi, Policia e Tiranës, në bashkëpunim me sektorët e hetimit të krimit ekonomik dhe financiar, si dhe komisariatet e policisë së Kavajës dhe Divjakës, organizoi dhe finalizoi operacionin e koduar Skema. Gjatë veprimeve u identifikuan 5 shtetas, 3 prej të cilëve u vunë në pranga. KT, 36 vjeç, banues në Divjak, IG, 24 vjeç, banues në Divjak, dhe AL, 39 vjeç, banues në Kavaj. Po ashtu, u shpallën në kërkim 2 persona të tjerë, EB, 34 vjeç dhe LM, 35 vjeç. Gjatë kontrollit të banesës së shtetasit AL, ku u gjet edhe shtetasi ER, 38 vjeç, gjithashtu u zbulua një ambient i përshtatur me pajisje elektrike për kultivimin e bimëve narkotike. Në këtë ambient u arrestua një tjetër person për moskallëzim të krimit. Në kuadër të operacionit, policia sekuestroi 10 bimë kanabis, pajisje elektrike për kultivim në ambiente të mbyllura, sasi të dyshuara kokaine dhe kanabis, 4 celular dhe një automjet tip Audi Q5, me të cilin 5 shtetasit ishin larguar pas marrjes së shumës mashtruar. Policia vijon punën për kapjen e 2 personave të shpallur në kërkim dhe për dokumentimin e plot të rastit. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.